Sa i madh. Merë se që e mirë, o plak. Ta marr? Merë, sa i mirë që e ka. Antonio! Nada për gëllë edhe me që. Hajde, Po pra po, atëherë mi se vini në Xmalox reaction, the first reaction in Albania për të nezuim shumë kohë atëherë. Isha rastësisht isha rastësisht në YouTube, dashje pa dashje ndoli Matolale me një këngë që quhet Formati tim. Thash, ore po ku e bëj këngën më. U çudita sepse në TikTok nuk ka asnjë lloj video për këtë rast. Po shikoj që ka plus 18, kështu që dhe shikojmë hera parë që dëgjojmë. Jo hera parë, domethënë e kam patë sekundi deri në sekondin e 17 dhe e ndalova, dhe thash ta bëshim live. Ta palloshim live këtë këngë sepse ka shumë seksa. Bukur latine që Matoja ka lënë lesh duke I paguar. Domethënë është pa videoklip reactioni sepse na bllokohet. Dhe për këtë arsye kënga s'ka ecur fare, është 117.000 views dhe nuk blen dot views me Aca, se Acat nuk e lojnë këtë gjë. Kështu që shtrim butonin play. Okej, atëherë po ja shpjegoj lal juaj. Jemi në sekondën e 5. Kemi Maton I cili është me një iPhone 17 Pro Max ngjyrë portokalli, si iPhone I Lencit. Kupton? Si iPhone I Lencit dhe këtu kemi në pa disa dëth kolumbiane, kështu që shtypim butonin play edhe pozicioni kësaj domethënë është ndaluar sepse kjo I ka sjellur ku është tu? I ka sjellur syzet. Syzet I shkojnë formatit tim. Po pra të shesim pak nën me Bottega. Ne zuajmë shumë kohë, por problemi është se që ka shumë abstrakt si videoklip. Tani prit që kjo lal. What the hell, man? Mato Wiz Khalifa. Atëherë Matoja I pari këngëtar që bën videoklip me femra nudo. Ore pothuajse zero as, jo pothuajse se I kam shikoj. Po pra, domethënë jam kurioz ta di domethënë kjo kush është kjo? Aziatika, kolumbiania. Domethënë sa lekë është paguar për me bë këtë lloj videoklip, se në Shqipëri s'para bën vaki me bë videoklip la kuriq. Okej, është e para herë që bravo Mato që merr këtë iniciativë. Bravo. Se kuptet që a thot Matë shtypi mirë të cënë të përkëthejmë. Okej, tani dhe përkëthejmë. Të dalin titl, ure, mirë unë, po as YouTube s'ka përkëthej ka dëtë. Ure, këta marrën veshë me Bentley, me G-Class, me Rolls Royce. Ure, pse përkëthejnë sërbisht për e dirë? Se përkëthejnë Shqip kjo dhe YouTube. Arabik thot kjo re. Albania në shak. Prejta një. Qin, ore nuk e përkëthej, nuk e dis s'ja kap fjallet YouTube-ja, nuk e marrë vesh. Por videoklipi që e ka shumë porno. Seriozisht. Që e ka shumë ju këshilloj ta ndiqni plus 18 vjeç, kështu që pliku I Gjan Kalamaj mos shikoni sepse është shumë nudo. Okej, domethënë ideja është tu mërbër, se shumë po merremi me videoklipin, po me ç'i do merremi? Po s'kuptet ç'a thot vetëm I shkojnë formatit tim,
Jeta luksozi shkon formati tim, femrat, qin, syzet. Po pra, syzet I shkojnë formati tim, po tjetër. Eksploitim, jo eksportim, eksploitim. Atëherë ideja është që Mato pas ka lënë lesh me videoklipin pas ka marrë një 7 femra që I bie 7 herë $2.000 për videoklip I bie $14.000 ka arxhu vetëm me bëhet e këtyre kolumbianëve, sepse bëhet shqiptare kushtojnë shumë. Po pra kushtojnë shumë bëhet shqiptare, domethënë me marrë femër, me nxjerr nudën videoklip varion nga €5.000 deri në €17.000. Po pra, më thënë bëth tamam, jo bëth që janë këto TikTok degenerumit, a kupton? Më thënë bëth formati që ja vlen në videoklip. Kështu që bravo Matlo që ke kursu lek me këto indoneziane, diçka latine, a kupton? Kjo pjesa këtu, prej tani, shku e kam pak të pjesën. Shikoni, më duket si Grido, është Grido ti këngë që bën pothuajse të njëjtën lëvizje pak a shumë. Kishte syzet I kanë vonë, prandaj të kuptova. Syzet I kanë vonë, prandaj dalloj me ju, jam plot vizion. Domethënë ideja është ideja dhe problemi që ndron këtu unë si Xmalo Gangster for life, them që kjo këngë nuk I shkon formatit tim, nuk shkon fare kjo këngë më burr. Boll me këngë politikanësh, Bujar Nishani, Fatos Nano, Sali Berisha, Luzi, ure gjele duke marrë vetëm politikanë për këngë, më për turp t'ju vi, o shak. Seriozisht. Keni hasë Disney si Tupaku? Po pra si Tupaku I vetmi rapper që I doli kundra politikës edhe vdiq. Ju, po I lopijeni politikës, keni hasë Disney, po të treni serios, ure nuk Disney se nuk ju vret njëri mër. Po të bën një afera, po të bashkëpunoni me politikanët, ju vran, do ju vi dita. Po ju qëndroni te muzika dhe si ndodh asgjë, kështu që boll ju lopit, jo bujarit, jo fatosit shkret, pra me t'liu, po rrini mërbur, qëndroni te repi mërbur, flisni aktualitetin. A e gjithë që tha Albano Bogdo, gjithë artistët janë degenerum, tha, si lëpijen politikanëve, nuk flasin aktualitetin e rrogave, por flasin vetëm makina luksoze, se japin lek pastrim parash politikanëve, kështu që edhe ju mos ju shoh bëni këngë për politikën. O Mato, mos të treme lali, se ka me ty për t'ju bëre shkaktar, që unë për e diskutoj. Nëse së mshenë rrugë në televizion, ka të të rifon, bëjmë top, të ta që hërkanzo, e kujnë e komando, gati bëjmë e bëshu. Ok, lezetshme deri diku. Do ta gjyrë Spotify, kur e shoh videoklip e Lali, është si me shku me parë. Jam kurioz domethënë ta shoh, ta dëgjoj këtë këngë pa. E mbyllim se si këngë e shkurtër 2 minuta 12, po I të dhjerë. Ok, ndalojmë këtu tek seksi. Këto sekset bëdhen e ka të mirë për fytyrën e kanë së tip gomari, tip kalorimi, nuk është është një fytyrë kështë di këtë femrat. Ka bë kështu kjo afare, ka bë çmim të mirë, ka marrë femrat me trupin më të mirë, por me fytyrën më vari travi. Gjithsesi, nota ime për këtë këngë është 5.7. Ja, dhe qeni, që s'na le kur rehat. 5.7 o Mato. Po, lë shumë për dëshiruar, shumë e shkutër, gjithë meritën e marrin bëthët e femrave videoklipit,
po mos ishte videoklipi as 100 do shkonte, dhe me sa po kuptoj, arsyeja pse kjo këngë s'ka ecur, është se ti nuk blen dot atë sa të ta bëjmë ban, nuk lejohet Google-i ku bën aprovimin, hap një kampanjë ti për ble atë sa për ta bërë reklam, për ta bërë sponsor, nuk ta pranoj se është shumë plus 18, edhe nuk blen dot views tani, kështu që avash do arrish diçka. Edhe shikoj në videon e ardhshme, jepni me komentin tuaj, nuk është se më pëlqeu shumë të thënë drejtën, ju a thash, e kuptuat arsyeën pse. Nuk pëlqen këngët meme, der një meme politikani dhe ju e bëni këngë, nuk pëlqen të lloj këngësh, kështu që shikojmë.